Grupi I të rinjve të cilët pas namazit të sotëm para xhamis Jahja Pasha u nisën drejt qeverisë, pasdite janë shpërndar pa incidente të mëdha. Qindra të rinj midis të cilëve edhe minoren, të cilëve u shoqëruan edhe disa persona më të rritur, pasi të ish shtëpia e Mallrave Most u penguan nga policia për të vazhduar drejt urës së Goce Delçev, përmes bit pazarit u kthyen në çajir dhe u shpërndan. Disa prej tyre gjatë rrugës kanë gjuajtur me gur dhe kanë brohoritur parulla, por nuk kanë ardhur deri në incidente serioze. Në disa shkolla të Shkupit sot orët mësimore kanë qenë të shkurtuara, me qëllim që turni I pasdites të përfundojë më herët. Gjykim për incidentet dhe apel për qetësim të situatës dërguan edhe Bashkësia Islame dhe Komisioni për marrëdhënie mes bashkësive fetare dhe grupet religjioze, si dhe Bashkimi Evropian dhe Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Megjithatë, një grup të rinjësh nuk dëgjuan këto apele dhe pa ndonjë organizim, nisën marshim drejt qeverisë. Protestuesit u ndaluan nga policia e shumtë në numër dhe e përgatitur me mjete të posaçme për shpërndarje të turmave, vendosi kordonin bllokues në Nurën në afërsi të Kalas. Protestuesit u zbrapsën shpejt dhe kryesisht të qetë.